Një lajm i keq për shqiptarët, sepse nuk është hera e parë që ne listona me vende të botës tretë, me vende ku ka regjime autoritare, me vende të varfëna. Nuk është hera e parë që ne listona si problematik për sa i përket emigracionit tonë. Në 2017 u listoshim, nëse ju kujtohet, me Sirinë, me Afganistanin si vende që ishin në luftë. Mediat tona na shfaqet një Shqipëni e cila po zhvillohet ekonomikisht, një Tiranë e cila po lulëzojnë ndërtimet, pra ka zhvillim. Shqipënia në disa deklarata pra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës shfaqet si pikë kalimit e karteleve të drogës, të trafikut ndërkombëtar të kokainës dhe të heroinës. Dhe po të shikoni edhe gjitha postimet e ambasadës amerikane në Tiranë, çdo takim që bëjnë, pra përveç me drejtësinë, pra me përfaqësuesit e drejtësisë apo të ministrisë të mbrojtjes edhe të mbrojtshme, mund ka përshtypje deri takimin me ministrin e arsimit, fliqin për forcimin e studimeve në lidhje me kriminologjinë edhe me sigurinë kibernetike. Pra, Shqipëria listohet si një vend problematik në sytë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mas disa sinjaleve ne shohim një mosreagim të qeverisë shqiptare për me ndryshu pra kursin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për mua është një problem i madh për një Shqipëri që supozohet është në ndyrë të Europës dhe po presim, mezi po pret Europa me na fut mbrapa.